Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Të shkon. Kështë duke në bukur kështë me kaput. Të gjithë njerëzit shkurtër, e ke përshën shkurtër, po të casësh fare ti domethënë, njerëzit do të njohin është ai me kapuç që do të ai kapuç verdhi. Kupton? Kapuç verdhi që do të më qesh. Mirë se erdha Fero. Mirë se të gjitha, apo angres zërim ta gjës, apo do ta ngrejtë këto. Sa mi çikson I lashnë. S'ka problem, edhe unë nuk jam më I miri tek teknologjia. Më faqe se am ulur në karrige si njëri normale këtë gjë. Pse nuk ka rregulla plak, mund të ulesh ku do ishe ty. Ja me pijamën, flak fare. Denis, o plako e diti që unë në fillim fare kur kam parë videot e kam lexuar gjithmonë tullaj. Më kanë ndodhur kur isha I vogël. Te ka ndodhur? Ishte ky problem në shkollë. Ku të vjen zëri për momentin? Të vjen zëri tek kompjuteri apo tek kufit? Te kompjuteri e bërë. As duhet më vinte te kufjet më po. Duhet vinte te kufjet. Po pra, si ka mundsi? Ja, një moment. Një plakur, plakse ti bëj një plakur, nuk marrin vesh, edhe unë marr shumë vesh nga këto. Unë më dashur një muaj të marr vesh këtë platformën që kjo I ka pothuajse si çdo njerëzit gjitha gati tash hajde më vesh. Kjo gjë është vetëm për punë, për këtu. Po si? Kjo gjë është për të takimet për të. Po, mund ta përdorësh dhe si platformë ndryshe, domethënë, unë mund ta përdorësh shumë se sa për podcast, disa ka përdorur atë pjesën e Covidit për shembull, nga që ka pasur shumë komedian në Amerikë që bëjnë ato Zoom calls edhe podcastet me Zoom me gjë. Pikërisht, prandaj domethënë që edhe ka dalë nevoja e kësaj. Është Spotify tek e parasysh, edhe kanë lek shumë, edhe I kanë bërë goxha më të thjeshta. Normalisht siç e bëjnë të tjerët është goxha shumë e komplikuar për mua, se kam kohën domethënë ti merrem ti futem aty gjëra. Sa vit po bën? Podcasti ka filluar në maj vitin e kaluar. Në mos gabon. Po da afro ditë. Jo në maj vitin e kaluar në 21, në maj 21 filluar. Që vjen viti duhet bëhen 2 vite avash. Oh. Që përvecë në YouTube, është në një vend tjetër se unë. Është kudo ajo. Është në YouTube, Spotify, Apple Podcast, domethënë çdo lloj platformë. E kam bën në mënyrë tillë domethënë që është kudo. Ç'kemi? Një buti do të trasë. Si duhet, sa më nuk kam problem. Ç'e kemi? Bleon. Më mirë buti. Buti është la një zlengu beratë, besoj. Po. Në marrë është slengu, ato se kanë gjerëm nga çuna domethënë normalisht edhe kur kanë nis kemi qenë çik pishim kështu edhe çfarë vëm veja buçella se do të merremi tash I gjejmë emrin e podcastit. Veja aty mirë e ke. Është mirë, do të them. O plako thoi na tregojnë çik domethënë kush je, çfarë, pse bën. Unë jam Denisa online. Qa do të tregoj? Po domethënë çfarë je valla? Pse je, çfarë punë bën, çfarë ku dëgjon shkollimi, profesioni, gjëra budalliqe, ato që e ke parasysh kur vete tek ora 5 mazditit te rudina magjistari, ato gjëra. Ti unë do të ruaj këtu. Çfarë do të Whisky. Nuk do të reklamë, po bëj. Çfarë reklamë që në ta bën një share, një koment na. Ja, unë kam lindur po gradet, po titin e bukur po gradet. Në ordinja nga Ercega, do të ma bëja të rëfiton një ditë nga Ercega. Mirë, se nuk e ke theksin aq fuqishëm domethënë, unë nuk ta kisha trianguluar domethënë se nga vjen. Jo, po mundon të atë trajo, e kam folur goxha. Edhe I mat ka pas folur ashtu, pa fake. Kur dua e bëj atë. Kam rënë atë gjë. Ja, mirë, kështu e bëm gjysma më surprizona një herë kështu në mes. Dhe në një ajo rëja.
Më dhe ti ke jetuar në Pogradec apo je lindur në Tiranë? Jam lindur rritur në Pogradec në gjinat kam lindur. Edhe kam bërë një diku në si çdo në Tiranë, edhe në Shqipëri. Edhe kotën e përsi bërë një diku pastaj ti vita të bësh. S'di që të bësh. Do t'i ka dhe vita ta. Qa tha, oda në kanceloj. Ky brezi sot e shka ikur fares, nuk bene. Katerin, ja futi me drogë, bre me drogë. Ti ta, non ja futi me drogë, unë. Shumë më plako, po sa vite ke ishte në Tiranë? 2013. 2013, që më shë? Unë jam 28, në pekave. 94, po, 2 vite më masë. 2 vite më masë unë jam 96. 96? Po. Në një në vita dhe ati një brezi. S'ka gjesë e rritet. Avash. Plako stand-up comedy. Unë kam qenë nga faza më të zjarë që në fillim që kur kam marrë vesh të më thënë që në Shqipëri ka filluar stand-up comedy. Pavarësisht se ne e dim tash se jo në një biçim aktori Porto Leshi, Limonia etj janë munduar të bëjnë, po pa dashur të jemi negativ, ti e di shumë mirë se çfarë niveli ka qenë. E kupton? E di se çfarë niveli ka qenë, e di që ka qenë më shumë humor për burrat në shtëpi kur ktheheshin nga puna. Edhe me gjerë, me bandë. Edhe ka munguar ajo pjesa e të guxuarit tonë. Që se mos për ne ishim të rinë, se normalisht që jemi të rinë vetë, në pëlqenë që gjëra që dalin që nga... Po se në ashtu jemi rritur, në atë lloj humor. Me atë lloj humor jemi rritur, do me thënë edhe normalisht, pastaj ne kemi dhe që nga në Shqipëri ka dhe diploma bullizmi gjithë, sa dalin nga gjimnazi, jemi të super kualifikuar. Po, më duhet të bëjë nga tiru. Normalisht. Por jeta është e egër. Jeta është e egër. Ore, në qoftë se do jemi ashtu që jemi me diploma, është si ai biti që ke ti, domethënë që e ke hedhur ti, po e ke hedhur atë. E kupton që çdo gjë është gay në ankth edhe online. Më mirë kështu, unë e doj, më duket se është e keq më e vogël kështu siç jemi ne, pavarësisht se jemi një çik harbut kështu, po që can you do about it? Pa më të e me shumë bërë, edhe ti persona ajo ti të arbutëri, ti marrin komediantë, është një lloj karakteri që. Po, po janë disa domethënë që e meritojnë arbutëri, si ata shkërdhatat me qenin për shembull. Ai është super bit. Domethënë ta që nëse kanë ai që se ka dëgjuar këtë, që do dëgjoj më vonë domethënë edhe si ka parë bitën, thjesht duhet të futeni me vrap te faqja e Instagramit, unë do ta vë linkun në description gjithsesi. Edhe janë me o plako, nuk ke shumë material në atë. Domethënë unë kam 3-4 herë që jam futur te profili, kam parë na 2 herë të gjitha ato tash tani më ka ikur çikzari. I dhënë gjë, të qesh. Po ja të fundjavë kam 2 data që kam studierën, edhe nga ato do hedhim këtë javë. Se nuk po bëjmë shumë më bërë, një klub komedie është. Se edhe vetëm gjithë materialin që kam të unë kam zhjuruar, ai kam të preja ato netës që i bje, po bëhet i kështu. Normalisht ti nuk do edhe ato, unë për ato jam me teaser, se nuk mund të jedhësh gjithë materialin që kete edhe shumë që kuptimi ka pasaj po. Edhe ne na intereson të vinë njerëzit na shikojnë live, dhe bidet. Vjeri po është muhabeti për gjuna qartë si puna ime që nuk vinë dot në vend, se jemi në hiç këtë cemës, po kupton. Kujt? Në Berlin. Po. Aty ku kurva njerëzit rritin të gjokë. Po. Edhe ne i marrim të shtëpia i mbajmë derisa vdesim, pastaj i hedhim në rrugë. E kupton tash disa shumë i kanë parë tani, unë i kam mbajmë mend për mend të gjitha. Jo, shumë, domethënë janë goxhat mira për shembull, edhe mua pasi jam dhe unë kështu person që fiksohem me gjëra, domethënë, po janë vite për shembull që nuk mërziten. E kupton, janë të njëjtë standard të jam një dalë se më rajqes. E ke parasysh
Po, Ma më edhe ti e rritur me atë faktin që ke parë shumë komedianë amerikanë e tjerë që normalisht kthehesh mbas disa muajsh e i shikon prapë dhe prapë qesh, domethënë sigurisht era e parë. Po. Edhe Pikërisht, dhe unë mendoj se në atë nivel janë. Janë atë nivel, plako. Janë atë nivel se duket suksesi. Unë me sa kam kuptuar, unë domethënë corneri edhe ju si individ keni marrë goxha këto kohët e fundit apo jo? me që ktheva unë. Pra po. Pra e se ishte atëre. Unë në fakt djeni kam rënë për parë tek ai skandali me atë Ezanin, e kupton? Po, unë e kisha lënë atë. Unë akoma nuk e di kush e ka bërë atë bitin. Unë bitin asnjëherë se kam parë akoma. Marje ka bërë. Marje. Pse me Marje në mërzit në atë? Pa, për Marje se ata... Mërzitet, a i duke që nga theksi që ka alla, mërzitet tropi me atë. Jo, unë kam qenë me Marje në ato kohë, që kam takuar edhe. Me unë folja për atë të stand-up i para të tjera të. Kur të edhe në i pjesë të qofë në ato. Jam drejtuar gjitha gjera që ka ndodhur këto. Nga që unë bëra një pauzë në 2 vjet, edhe këtë stand-upin e hapa në... Çdo gjë që kam mbajtur pa folur të 2 vjet. Po shumë mirë, normalisht. Ajo procesi ajo, domethënë secili ka atë procesin e vet artistik. Po ç'ne plako ç'ne? Ose qysh e themi na Berati, ku të çojë shejtani? Po unë jam rritur dhe parë të filma komedie. Edhe kam qenë gjithmonë ai fëmia që bënë të gjithë për pjesë, kam parë njerëz që bënin për pjesë dall. Jam rritur me kamionista, gjithë të deo, për shaka, babi, daja, gjithë kanë njëtin për profesion. Edhe si duke qëndruar me këta tipat e këpër, se si son atë gjënë. Edhe pastaj me të fuzionin e shakave të këtyre të barsaletave të rrugit, me gjithë filmat shqiptarë, edhe filmat shqiptarë kanë komedi të mirë. Dhe dhe një fuzion me gjithë komedi që ne pam të urritur Adam Sandler, Steve Martin, gjëra të Eddie Murphy. Edhe si unë rritet e dëshira, normalisht nuk e mendon në si profesion, unë një fare. Bëra shkollën, për shkuar nuk kam shkuar të gjithmonë, nuk kam shkuar akoma. Jo vetëm komedi. Edhe përpiqem në skenarin gjithmonë. Kur ke nisur plako për të parë me komedi? Me stand-upin për të parë unë ka nisur në vitin Pancake 2020. Në 2020 të bre? Në dolin që ka në 20. Unë në pjesë ma ta mëndja, duha ta bëj, nuk isha atë kënejtë, nëse nuk kanë qenë atë nështë ati për që rrinë të në të tërë. Një në njëri, që hëtë shkua në blog, apo këtë gjë, nuk ishte kanë qenë shumë social me këtë gjë. Me të puna, në përsteta. Me Goku. Goku. Edhe pasaj kur vendosa për këtë isha... Kam qenë shumë më natë libri, po e si nga këtë gjëra, të organizon të një dimit të një, pasi më kam bërtuar një në vejtë vogët para një këtë tjërë. Edhe duke shkuar të këto, edhe këtë po në të që do bërë, që që po bërë, të ndapën, po bënë, po ashtu premë. Edhe që qaj 5 minutë që e bërë aty papitë, në orë 12, tapë. Edhe funksionoj atë. Edhe pastaj pasë është uaj që nga më të natural. Flak. Ja, se bëra dhe prapë javën tjetër, prapë për njërë, si e shkuar dhe 5 minutë tjetër, shkuar dhe memorizova, nuk se i kam shkuar dhe njërë. Edhe, gjithë gjithë nga, okej, nga bëjnë gjithë, është okej, dhe një dhe një vënd, se edhe këtu nuk, në momentin ku po fisa me këto lokale gjëra të në një vënd, karantinë. Garanti, po nuk është e hoqa dori dhe me një video të vogët në Instagram. Më bërë ndje mirë, për e të parë ndje mirë. Service, ato 2-5 minutat në ato vëndin e vogët të shërvatë atje. Më bëndë ndje, si që ndjerë një aqë dhe të vejtja në ato. Ja dhe isha që e në parë pa filtra. Edhe një gjithë, humor blu, edhe dhjë. Janë maj kanë në Unë shiko, unë nuk mbase nuk njofta me thëmë, por në një komedian në Shqipëri për shembull që jetë dark, po dark kështu po them, mesnat, më thëmë nuk është e njoft drejt për drejt. Kështu sabër.
Do dalë, avash, edhe ta shtroni rrugën ju sa të bëhet sa të normalizohet një çik gjë, edhe pastaj edhe kush do ketë stilin e tij, atë le ta bëjë. Se unë shkoj te dark, domos stand-upin e punës, se më një vdekje në çdo ditë. Po nuk është se jam dark në. Po përse mua më kënë të në drejtën që nga brukën, ato temat seksuale, gjëra tabu. Një duan të klasë në sa i sikletit i sikon në sikë. Edhe këtë atë ka bërë të bëjë, të prandaj. Ajo është humori një të përë. Edhe nëjse, kur u kthye pastaj, mbaroi karantina, isha asnjëri po i hapte të gjërat. Se duke shkuar vetëm, duke takuar rrok, aman, se e ndija, sa mund bëja, dhe isha duaj të të mikrofonu. Edhe pastaj një lokal një blok në i dha drone, edhe ati do të mirë. Do i najtë. Plako me lidhje që keni me lokale, domethënë ju ftojnë apo bëni kontrata, çush e keni, çush funksionon? Po me mobilitar se eja. Ja, u hap corneri, dhe me se po ju marrë me atë gotën që e ka, më tharë edhe mua, u takuam. Bëmi diçka, doli najtë. Edhe pastaj vendosëm të paguajmë. Domethënë është corneri, domethënë është baza e çdo gjëje, aty le të komentoj sa. E të paguajt komedianët edhe të t'i dhënë një shtyzë komedi klubi për vërtetë po. Atë atë kishte si të lë. Normalisht është gjë e rëndësishme. Of course, po këtë sa më shumë edhe për ne është arguma më mirë, po këtë lokale që ta japin mundësi. Po ka nga këto që bëni një gjithë sporadike, pastaj të ngrihen mund të ata që kanë këmbë. Edhe shumë bëjnë një nga këta që janë aktor, aktor vëndet, edhe bëjnë ta në një që tjetë të ngrenë kështu. Një trit pastak me gruan, edhe ajde, duke thënë, ne po këta tipa që me posejnë, nuk është vëndo për performua, por tjetër duke të shka në dashnore në tjetër, duke dalë të rekorat e nësë juve inter. Ja, normalisht, duhet jetë një vënd që të vinë njerëzit ka stile për atë punë, se ndryshe është keq ma. Po është edhe tani ti imagjinohu, ne do të bëjmë crowd work. Unë njerë kam bërë crowd work që në stand-upet e mia të para, sa që edhe njerëzit një nga gjëra që të keni shumë të stand-up në crowd work. Ajo, gjumë e popull, kërkon dhe masteri shumë, crowd work është goxha e vështirë. Komplimente për ato është. Të më thënë, nuk është vetëm mendim im, më është fakt që crowd work është ose e ke ose s'e ke. Mund të përmirësohesh, po duhet ta kesh. Po materiali, po crowd work është se ke, ja aty. Edhe unë të herë në fundë, nuk shumë të materiali janë të knaqë dhe në crowd work në të se sa ka dhe ndia, do them ato me brave ndërtisi, do them ato me vdekje, do gjishme të një dy fund. Se mund ta shikosh edhe punën, mund ta ndihesh kur ka një kur e di do funksionon, unë shikoj sa shkoj edhe më aty, gjithë sa ka edhe nuk do funksionon kur ka moshë më të madhe apo gjëra. Dieta. Po. Edhe prandaj mund të performosh në vende që ti se duhet ta dinë që kanë ardhur për këtë punë, ndryshe crowd work mund të bëhet kështu, apo kyç ato. Në dashin tim ato gjëra. Se ke. Po do të takojmë pastaj për jashtë. Flasim jashtë. Të ka ndodhur në një rast suplera? Kur mua. Mua ka ndodhur, çfarë do ti? Jo, flas, jo. Nuk është një nga kuptoj që aty në studio, nuk është mund të ma bëjnë nërgjën të dhimi, që për edhe unë jam shumë stila, një e di ku ka ndodhur një nga të 2 herë e para që të pak, po ishte një shumë e vogël me ekipun, bëra atë 5 minuti, 6 minuti, edhe që ka qënda, ishte një shkurt i 2010, edhe bëra i shaka me Shë Valentinin, e pastaj e lidha që unë e kam kaluar me ta, i shaka një festje, që të bën njerë në 2019. Edhe ne i mbaroj që e pravi se i tipi se i bot, se pak më shumë, i ndihmuar,
Nuk mund t'i bësh ato ka njerëz që marrin se nëse horë tet, ka njerëz që dëgjon e thotë, po i çaka, nuk të të djali i vetë apo gatë. Pa. Nëse pastaj ka në natë. Po. Edhe pastaj jo, asgjë nuk ka edhe crowd work, nuk ka thjerë kuando gjë, ti, ke për aty. Madje Nuk e mirë, normalisht tani se s'do ta marrin shumë veten seriozisht njerëzit, sepse nëse ke vajtur. Pastaj unë edhe ku mbaron me këtë parasysh. Edhe në momentin që jam kapur shumë, kam atë gjithmonë që kemi një takim në një bëjmë kështu. Ne e pini sot. Është i toll low. Edhe një të thonë u prasu tem nuk kam atë atë. E pra si mua më duken çike pa vend kur e marrin njerëzit shumë seriozisht veten, e duket sikur kanë personale që dalin vëllai si aq e rëndësishme. Dalin. Nuk po të nominon për kryeministrin, thjesht duhet ta llogar, është më ndërmuar vetë si. Është adapte, është dikush. Ty të ra. Po është në një gjëra të momentit, më të heci sa një, nuk e di, ndoshta dashon ta hedh atë gjë që njerëzit po kënaqen se po merr sa me domethënë sa më folë një tip, herë pas here i shpjegonte se ata time aty në tavolinë. Unë isha anë po dëgjohem aty edhe në momentin që bëra ato, shifrova mikrofonin direkt kështu, edhe ai tipi se një dy. Edhe unë isha edhe edhe i laqur edhe ata po qikën i thashë e tak, shkolla vjetër. Në shkolla vjetër, po e ke parasysh? Po e kapi gjabri me bisti, nuk qash do të të kapsoj përse. Po jo, ishte gjitha këtë tio, ta thasha digja ma me gjithë njerëzit edhe knaqen, mua më pëlqen, nuk do të bëj materiale tipe, për atje, nuk kam filmuar kur atë, mua më pëlqen të kthehej në show. Këtë ashtu lloj energjie ta njerëzit që shpinë dhe knaqen edhe janë ai till, edhe kur mbaron ka njerëz që rrinë me njerëz që bëjnë muhabet, bëjnë rrete, pasi mbaron në gjithë këtë gjë, atë dua të sjellë. Nuk është se okay mbarova unë, kaq që e pastë materiale që ti. Gjithë në të gjithë jenë në kërëtje. Po në të bari plaku kur keni jo këto stand-up tuaja i keni si janë me bileta, apo është open bar që futet kushdo, domethënë kur bëhet plot? Jo, është me bileta, është me rezervimet. Kemi bileta, modë se ta rritim. Pa ta vazhë të gjëra, po besoj do vjetë gradualisht. Si duken tendencat? Mirë më janë gjithmonë plot, me madje ai vendi është pak i vogël edhe të dyja herë, 3 herë nuk kemi pasur vende. Ishtë njerëz që kthehen, ikin faktikisht. Anse në përveç Ama ja se mbas një kohë të saktuar, domethënë mund të jetë mbështetja financiare për shkak e tillë që mund të kalojë në një ambient normal, apo? Po ambiti vjetë ishte i madh dhe pastaj bëti ka kjo, sepse do të thotë këto kohë nuk është as marrë kështu nga shqiptarët. Deri aty. Po nëse unë mendoj që edhe komediantët do të kishin për punë, pas që më lart. Është ja jonë e parë. Unë e shkoj se do të unë marr shumë seriozisht, nuk e di, ta marr shumë seriozisht gjën, se nuk di bëjë të mirë. Po mendoj që sot të gjithë nëse gjithë po tikën e shtabim atë. Ti e bën full time të? Unë përse po bëj një gjithë. Nisha duke shkruar dhe duke bërë kështu për këto emisionet të këtij. Po. Nuk e gjes, nuk të ngjit. Kemi mos përputhje valla. Është gjes, sa ato të mia të vërdallë. Ato kanë bërë ata po. Nuk kam marrë kredit në shtim. Mua s'm pëlqen fare kjo pjesa e ghostwriting e plagë. Do ta bëj ca njerëz që do të japin lekë, ai më vaj. Fati, po plas më. Jo, atë pjesën jo nga ana jote, jo nga ana e ghostwriterit, e kam nga ana atyre që paguajnë për këtë punë, domethënë normalisht po ta shikosh nga ana më pragmatike, fare do thuash që okay, po paguan dikë të pakun se po shkon, por në fakt plaka nuk është produkti jot, e kupton ti. Nëse ka shpëtuar dikush tjetër, unë jam i bindur që asnjëherë nuk mund ta bësh atë delivery, domethënë landing, siç do ta bënte ai person që e ka shkuar, kështu që prapë funksionon po.
Duket, domethënë, duket, sidomos për shembull, ne kemi qesh kur kemi qenë të vegjël, gjithë kemi parë portokallira e kështu po. Ne kemi dashur edhe Tani që i dëgjon një herë nga mbrapa, është e kupton. E di si është ajo portokallia, se ajo video që ke ti me atë puftën e kuqe, e kupton? Që është e shpifur dhe bukur një tjetër kohë, e kupton? Ajo thjesht është gjë e shpifur, po ty thjesht ke kujtime nga fëmijëria. E njëjta gjë është te portokallia. Po dinin bërca dikur. Dhe nuk bona, edhe ku ta duan apartamentin. Bërca na kanë dërtimi realisht. Mirë, ata janë nga më të mirët që kanë. Mua më kanë ndikuar shumë normali, ludi, gjenti. Po ti po merr shembull më të mirë për këtë po them. Duhet ta trajtosh në përgjithësi. Sa të tjerë ka pasur plagë që ishin thjesht. Po më nga ta që kanë ngelur në mendje, sa të janë, po. Me ta dinë atë rahat mirë bënë, le të bëjë. Po. Normalisht në përderisa, ore, nga njëra anë përderisa ka audiencë, përderisa njerëz të shikojnë këtu këtu, s'ka ndonjë problem, nuk se për shkon njëri. Përderisa ata arrin ta shesin, thotë. Po më unia këtë herë, që prandaj nuk hyn bashkë në fundjavë, se ishan po gradet, isha të gjithja. Edhe që luam të dilë, për të talin nuk nuk naqin ata fare. Ishte në O plako, qa thonë ata, domethënë, e din ata, e di babi që je gay, jo, si mendojnë të shpisë për të komedin? Që kam dalë nga dollari të komedian. Mirë më I përqenë, do më plako do të gjinde një të vetë mos, më bërë, në shpërqit. Do të merë me të tërpej. Do të të Po dhe pastaj ja, imagjino që janë atje dhe mos i referohen fare, gjitha ka të një dhe të bashkë të bashkë. Është shumë të duhet, nuk... Po e të ndojmë ne kur takojmë babalarë dhe mamalarë që si jemi komedian, një më ti që të vje naturalisht. Po që kemi më bërë dhe ata janë suarë, pa i salato e kinë që janë prinsë. Do eci më zemra, do eci, unë për shiko. Unë jam kam çik të arrogancën që kam një kështu, kam pasur një ndjenjë zorësh, gut feeling, ndjenjë zorësh, që i dallojnë çik gjëra që ecën, domethënë, dhe jam goxha i bindur domethënë për ty, për Marin domethënë, se Marin kanë folur Bellon, kurse atë gocën për shkak nuk e, domethënë, një 2-3 gjëra kam parë sepse me sa kam parë unë ajo nuk ka as material, domethënë çuçi keni unë për akallet tuaja ajo nuk ka. Ka vendin më. Po në rregull, me sa diun dhe ajo performon. Performon, po nuk e them edhe që është me. Ka. Ka e di. Po. Po duket domethënë për mendimin tim që ka, domethënë është thjesht çështje kohe, me thon drejtën. Unë kështu e perceptoj domethënë që thjesht duhet të ndodhin disa gjëra të mira në të njëjtën kohë, domethënë që t'ja bëjë një bam fare. Sepse potenciali është te i dukshëm. Unë jam 100% i bindur që tipa që që arritur si puna ime ose deri diku me të njëjtën që duke parë stand up comedy, domethënë megjithatë jashtë. Plako është dhe uria e njeriu, e kupton. Uria ime për të dëgjuar stand up ship është, e kupton, kolosale fare, se është gjë shumë e bukur. Se s'ka pasur fare, nuk është se ka qenë edhe s'ka qenë të mira, nuk ka pasur fare. Kupton, ne kemi qenë si të izoluar. Ne akoma qesim me estrada, kupton, deri kur kemi qenë 15 vjet, 16 vjet. Nuk është gjë e keqe. Nuk është gjë e keqe të dëgjosh estrada, nuk po them që ato s'kan qenë, ato kanë pasur ato dyret. Të mur fare që nga respektar. Jam unë gjërat që skuadri bujar ka të dhjuar, se gjërat kanë fikim. Se me vërtet kanë fikim. Nuk diskutohet ajo. Ajo janë gjëra shumë të bukura. Po pikërisht pra, të duhet të thonë, nuk ka larmishmëri me zemrën. Nuk ka larmishmëri, nuk mund të qesh i robi gjithmonë me filma tash. Po çfarë më kam 2 herë matë, kam mund ta kampanja 3 herë këtë muaj. Po puna është që anda të çfarë fitonë më në është ajo ku dal ka që tash. Po shikoj Big Brother nuk. Është si më ka thënë një që është një mira që një kështu me një ka kokën e bardhë. Është ka më bëjtë ata në atë. Unë shikoj në një shkollë të shtunave në lidhje me atë, me katë. Se jam një lagje nuk se, ata janë zonë të inxhinieri. E tash ku jam, ne janë një pasë.
Shkoj marrë dashën Shkërlandezin edhe motra ndivemi edhe rrimet shpise bërë edhe pjaka që për çka kemi ardhur të filloj. Edhe shikona bërë të fiksuar pas bërë. Si e ti mendi në për show të tilla? Apo të pëlqen më shumë përputhje? Po, wow, pjak. Ka personazh. Wow. Nëse. Unë po kam për shikoj një intervistë a janë tani që për mendimin tim është personazhi më interesant që ta jemi dhe të duan. As diskutohet fare ajo. Çdo njeri që shiko, mund ta kesh inat po, të jap të drejtë. Po të thosh që s'është interesant, je thjesht hater. Unë përfundar edhe fjalët dua pa fund. Është nice. Ka tani. Është i vetmi në atë punë që bën ai, kaq. S'ka nevojë, kupton, është më i miri dhe edhe ai bëri një çështje të tillë që sa mendon të këtë. Tash i bën ku janë ta njerëz që hanë e vjetë. Mendoj një gjë. Po. Sa thonë jo po është eksperiment social që jo. Po çfarë eksperimenti social o plako? Mund të jetë edhe eksperiment social, por problematika nuk është atje. Problematika është se këto për shembull jo do mos dëshmëria ka fajin Top Channel apo leshi preshi, nuk po fillojmë të vëmë gishtë. Ideja është që merr vëmendje shumë o plak. Po vëmendje, ne japim mend njerëz ka nevojë njerëz për ato, ka nevojë për gjëra të prekshme apo për këto romancat, nga që në Shqipëri ndoshta mungojnë ndjenjat midis njerëzve, e pasi nga që gotat ku nuk kanë instrumente për bëjtë ato që shikojnë në televizor, ku diun, unë di që janë shqiptarë që një fakt të ngurtë në marrëdhënie dhe kanë qesto, por sa më të romantizime. Në të marrë vëllën për shqipë, apo do të thotë edhe dikujt që ka një jetë të tillë me të shqiptar apo një vajzë të një edukuar edhe të shikoj, te çfarë bën ai për ka bëj diçka normale. Apo çdo gjë. Edhe kjo është një aspekt që ose kuptoj për shembull plak. Okej, se ky është një reality show, është eksperiment social, me që do ta quajmë eksperiment, po quajmë eksperiment social. Ideja është që kur i diskutojnë në plak, po se ta i diskutojnë, ata e qin modën ta vetëm futen në përsëbëjnë statuse, analizojmë, jo po çai tha ai, çai tha asaj. Po vllai në rregull, se në çdo vend ekziston kështu çan këto trash TV, domethënë është kudo ka. Po ideja është që as fasat e futbollit nuk zihen që zihen fasat e Big Brotherit. Ku isha para të dijave, isha në një intervistë, pasi të topi, të Wake Up. Edhe ku diun edhe si të thanë sa duke në ato komente mua që ti duke kështu si po vdes, ti më drogazi. Të bëj një pyetje të vogël fare. Të ndërpres 2 sekonda dhe vazhdo prapë. Këtë gjën që këtë topi un kam parë vetëm një kështu video të shkurtër plak. Ku mund ta shikojmë ne këtë në të plot? Okej, ta kontrolloj. Vazhdo. Unë asnjë kam parë, edhe unë nuk i shikoj komente ka asnjë gjë apo të diun edhe nëse unë edhe Instagram hapur e kam, por se nuk më kam filluar ende një video të filmar që të kontrollojnë ato. Çelësi. Nuk po që po më marrin njerëz seriozisht. I marrin dhe tipo është koshtinta e masës sot ja. Bukovski ja thënë shtëpia e keqe bën milioner. Edhe të janë vërtet ka që të rritën e këtë lartë që shtëpia e keqe bën milioner, do vazhdojnë bën milioner. Kur do bën milioner? Unë prandaj edhe në materialet e mia do munduar të bëja të sakat të sa më shqip në rolin ati budallaj, të postan, të gjërat edhe duke munduar të japë edhe diçka. E kërë të kush është i vëmendshëm e kupton që qa po ndodh. Por ne... Më mirë, ai që se kupton ati i fry nga të gjitha vrimë ati s'ka për ta kuptuar ndonjëherë. Ne nuk do bëjmë një milioner. Atë po sa thuaj, nuk do të jetë asnjëra. Late Bloom, është në 20 atë bërë atë. Janë, vere kuqe. Në të vjetë e pasu qështë të ndalë. Mbar botërisht plako Bill Burr
Është stili im, domethënë, e kupton. Unë jam njëri shumë i turpshëm, e kupton. Unë kam një gjysmë bloku të zi të shkruar vetëm me bite, po nuk e di çfarë do e bëj ndonjëherë plakse. Po janë gjitha renting, kështu, e kupton, edhe janë mund ta bëj shfaqjen e videos, mund ta ngel live në TikTok, mund. Edhe në të pëlqen humor, edhe unë ashtu jam, bën njëri në ato që nga bën. Edhe gjithë të gjatë që bash do të bëjmë mes. Nuk e Po, unë kam shumë qejf, domethënë. Kur erën unë në maj do jem në Shqipëri, domethënë edhe nga mezi i majit edhe vetëm për një javë, domethënë dhe do vi me se s'bën, nëse keni show, po shpresoj të keni ndonjë gjë ato kohë. Po nëse ke ajna bërë ti në gjithë të takë, do të mori unë test për komediantë në ato. Me ta Po Bill Burry plako është që më thënë, ja kam parë Bill Burry kur kishte flog akoma, domethënë. Ti ka parë Let It Go? E para? Jo, atë e Kero. Atë që sa të bërë atë rolin e Breaking Bad, që dhe në atë rolin. Unë nuk... Po, ajo ka qenë vonë. Unë kam parë kur s'kishte pa vajtë të special, sa që ato pjesë 10 minuta të këto lessing. Shut the fuck up! Ajo është spektakolar fare. O plak, unë... Po, normalisht pastaj dhe klasikët nuk diskutohet, Dave Chappelle, për shembull, Tom Segura kam qef unë, për shembull, Louis C.K. Kjo është tipi im është vllai në momentin që e kam qef që kur të qeshin, mos të qeshin ha, po të qeshin kështu. Parte kur jeni një atë, të nga një anë. Po që ato kam preferuar. Ti ke preferuar? Po plak unë Bill Burry ma ka sugjeruar ti pasi më ka dëgjuar një duke bërë një diçka. Ka kanë thënë se ti shikosh atë, do të thotë që keni një internet kushte. Të dy do ta shikosh edhe që nga ajo ditë kanë qenë këtu. Fan si të muri aty. Peter mund të thotë, a ke parë një stand-up se po kruhen ato nëna aty ku. S'ka problem. E ke parë një stand-up të Zalda Lifanaki? Aty ti të bojë në govër, se një. Jo, nuk kam parë. Unë kam parë bitet kështu video shkurtra të atij, po stand-up të plot atij nuk kam parë ndonjë. Ashtu që jam duke të përgatitur një personazh, çfarë thotë atë. Një nga ato në piano kam parë, po kam parë atë Tooth Fergs, atë emisioni që bëndëm ato lulet, domethënë. Ai është për mendimin tim, hands down. Për mendimin tim është i mirë, jo mbase jo më i mirë ever, por është i mirë, e di kur është i mirë ai për shembull, kur je çik pishëm, edhe kthehesh në shtëpi, edhe s'ze gjumi se të duket sikur tundesh në avion nga alkooli. Është fiks për atë momentin ai plako se edhe nga që s'ke fuqi të qeshësh për shembull direkt nga është super. Ai është show shumë i bukur domethënë. Më pëlqen të bën të shkoj aq budalla, domethënë me stakat. Edhe të stand-up aty ka një kontenti i parë që ka patur Netflix ever është një stand-up i tij. Do të gjëja e parë që sa të duar, por që Netflix i bosh, gjëja e parë që hedhë ka qenë speciale aty Live at Purple Onion për ata që duan ta shikojnë. Po mirë, se ne në Shqipëri nuk i ndallojmë në fakt, po këto në Amerikë i ndajnë komedian dhe komik. Ky ka të dyja do. Dhe me trupin shumë. Edhe i famshëm, tani ka lënë ai stand-up fakt. Edhe pasi e la pas ngolë. Se i konsumon apo do mos di sa të vetë aktriu ha edhe punë ndoshta, po una skeme se si është prapë, do të vdesë do nasi bela, që është ajo e vjella para që ti kur, para sa ti. Prandaj janë të suksesshëm, domethënë, që mos të bëhemi generalist, se unë duhet të ndaj shumë, po zakonisht, statistikat tregojnë që komedianët që janë më të aftë me crowd working, zgjasin më shumë, e kupton. Kjo nuk ka lidhje drejt për drejt me kualitetin, po për jetëgjatësinë e komedianit ka lidhje të drejt për drejt direkt crowd working. Unë ndjek për shembull një që edhe kam ndjekur që ka qenë kështu TikToker akoma, domethënë. Një fëmijë Dragosh Comedy, atë rumen. Ato vetë e shoh ndonjëherë, ose këtu në Berlin është më pas.
Ai ka disa gjëra që janë vërtet mira, domethënë, edhe ata kanë një shit grup se këtu e kanë të mirë organizuar këtu në Berlin ata. Vetëm në anglisht. Na plaga ndër. Po më qose kjo bitë anglisht ta realizoj unë brenda një javë. Të përmë në anglisht. Ku janë shqipe këto? Sheta e plago shet, edhe ai kur bën crowd work, domethënë e përdor këtë pjesën e nacionalizmit dhe të Ballkanit. Tashi unë jam i bindur për shembull që edhe ti brenda një muaji, domethënë vetëm nga Ballkani do nxirje diku te 50 çaka të ndryshme që gjithmonë do. Në anglisht ndërrohet që në Amerikë të kanë këmbë. Ai volti dhe nuk e di që kanë patur një me këtu, që kur ti takohesh me dikë edhe sa ja nga Shqipëria edhe do motrën time se s'po si do me kavakin, gjithaj se atë presin direkt, ose kisha ato që njerëzit nuk e kanë ide në një frigoriferi që gjithën me fotot Van Damme. Në ato gjë, në bajnë që i kanë pasuar dhe kështë dikë i kanë humbët. Janë të bukura ato plako. Shiko, duhet nxirri ato. Nxirri valla. Që jonë edhe po si piqeu, pasaj sidomos to algoritmet e TikTokut, Instagramit, për shembull kam edhe ca video që janë as video të mia, domethënë thjesht në fillim kur dohet merrte çik boost podcasti. Ajo ishte 2 muaj e gjysmë, domethënë me 3 views-a. Aty nga muaji i tretë vajti 150k. Po bra, algoritmat çuditshme fare. Ka hapur data ajo në bani kam thënë këtu komente në sajtë dhe thjesht për të hedhur video, unë se kam adin që të fare. Do të vjeta instaloj. Po, unë mbaj, domethënë, ca kohë isha goxha aktive atje, po është nga që i bëjmë podcast, se unë nuk bëj dot siç bëni ju. Ju bëni bite, mund të jeni të promovoni veten, domethënë edhe teasera të shkurtër, po unë bëj podcast. Podcastet tani janë filluar, domethënë që kanë bërë një votim atje te faqja dhe njerëzit i donin diku nga 1 orë në 1 orë e gjysmë plus minus, domethënë. Unë atëherë kisha edhe nga 4 orë. Pse ato gjëra të bëhet e tjera. Edhe unë shikoj në një atë dealit Monday morning apo po edhe tu bëhet u anketë të gjërat. Po kur janë të një orë e gjysmë çfarë do? Pikërisht, unë për mendim, unë vetë si Bleoni unë gjoj Rogoni për shembull 4 orë, 5 orë. Unë gjoj edhe audiobooks janë nga 10 orë për shembull, se kanë probleme, kupton? Por shumica e njerëzve është kjo që thua ti që e duan nga 1 orë në 1 orë e gjysmë e kanë atë golden point. Ka edhe nga ata që duan gjysmore, unë gjysmore nuk bëj asnjëherë si. Gjysmore unë tani më them duke se 10 minuta. Kaq shumë sa kemi folur tani, s'më mjafton mua personalisht, kështu që po që dohet të ditë që nuk më jep mua mundësinë direkte TikToku se më kërkon shumë punë, duhet të editoj shumë që të bëj promotion TikTok, sepse formati është i gjatë. Po që shiko, të kesh kohë, unë jam dhe në punë. Jam në kohë plot plak, unë dal në zgjohem 5:30 vi prapë në shtëpi. Mbas dite, kështu që kur vi bëj këtë gjë, kënaqem, i procesoj, i rregulloj, i downloadoj, i ngarkoj. Edhe aq. Në të ardhmë të afër, kur të bëjmë të famshëm, kur të kemi një kohë të plot. Në podcastin e kam fiksim fare dhe në tipi që kam filluar podcastet tip, duhet këtë edhe tjera be. Ka podcaste për shembull që unë sugjeroj personave, janë podcasti i parë që më kanë ndihmuar dhe mua në fillim, më ka shpërndar është Besti Andi podcast. Bes Mustafi do ta njohësh, se ai ka bërë një komedi të vogël. Ai qerosi me mjekër. S'ka problem. Pastaj është podcasti dytë, janë dy çuna, ata janë anonim, nuk kanë një pyetje quhet, janë plus 18. Shikoj, do të ndam dukur shumë ama dhe kanë ato sarkasme kanë. Edhe janë goxha më inteligjencë se sa duket, se unë e kam dëgjuar se më kanë shkuar mua në fillim, domethënë edhe akoma vazhdon më shkruajnë, jo po janë goxha lart domethënë. Për atë lloj modeli siç e bëjnë ata, domethënë që ta thyejnë kokën me brutalitet ose me banalitet për shembull, edhe pastaj se merr veshti, opa, e ke marrë një mesazh të mirë. Se kanë një gjë që kanë parë postojnë. Janë nice. Edhe i kanë parë janë suportues, kanë postuar, janë nice.
Po, edhe pasaj që është high quality, që është ajo Radio Labi, domethënë është diçka ndryshe. Ajo është high quality podcast, është si emision, është goxhana. Ato nuk e ka. Diçka ndryshe. Po, ajo është domethënë tjetër nivel podcast. Ai është podcast domethënë që procesohet edhe përpunohet, pastrohet. Se njoh tamam personalisht është jetojnë në Amerikë. Burrë. Po burrë gruva. Po ne aty ata në buçi podcast. Po është shumë, shiko. Buçi. Ishara që nuk thot buçi. Jo, po ata për shembull, e kupton, kanë shumë më pak episode, po janë të gjitha plakot i lëpish. Është ore, liko. E kupton, pak e saktë. Ja, dojti. Po ju se i thoni glikoj. Likos. Kanë parë glikon po gabetë. Vetëm respekt edhe Koran. Edhe pakë. Edhe pakë gjë. Pakë. Pakë smogëve dhe Lidere, i qinë e motë nuk han vetëm recel edhe Koran. Mund të fish dyja me një pjatë. Ne jam ndjesi për gazetar me liko. Është pakë edhe dhe punjë. Kanë ditë të dejo në programë. Në mirë se më e mirë është likoja se sa receli. Pastërmarja. Do bëjmë një online poll, kush është më i mirë, receli apo likoja? Po jo. Unë mendoj që ka dy lloje burra, ata që janë pasë dhe ata që janë pasë bab, edhe nuk do të bëhet shkura ti të ha pasë bab. Pse më? Kalon? No, ba, kur të në komentet poshtë, pastaj, që ti, o bere ti, zbrite ti nga Erseka të nga tregosh, ne që shajë ta si e babi, qati ti për ta si e babi. Erseka i dhe ta di, i kanë që shumë të vëndi. Në të vëndë shumë në të dajra të kenarin kolegjarë, o të kanë ta njërës më kenare dhe kush duhet e kolegjarë. E unë jam dhe dikur. Jam dhe kemi petrol një. Ka pasur një shok i më vlla në kur ka qenë në fakultet, ka pasur një shok nga Prenjas. Prenjas i është, po mbi çlidhje ka, kota si çlidhje ka. Neve një zona duke. Nga Zvita, unë kam një shok që ka një kia, një Volvo. Se nuk është shumë largë, pre. Nga largë, Erseka me Prenjas. Me kë? Nga largë në çdo lloj dimensioni. Po. Në gjitha dimensionet. Seriozisht dhe? Sa largë? Ku është Prenjas? Po pse më duket një zoj më ku flasin ata? Njerëzit nga Erseka flasin letare, duke ti e di që në juglindje fillon përveç atyre emocionit sa ato gjëra fillon bëhet më letrare, kalon në efekte pranë letrare dhe në përmet të ndron gjua letrare. E di këtë. Normal, në përmet edhe burja kanë ngelur berat, pa berat përmet. Që përmeti, po. Në berat, përmeti nuk kualifikohet as si qytet akoma. Përmeti ka vetëm një gjukë shumë. Po, rëdha. Letrare. E kanë më afër, e kanë përse letrare. Berati jo, berati letrare. Por berati sa shumë, jug, veri, apo qytet mesno. Është fillimi i jugut, me beratin fillon jugu. Po është Tiranë Elbasanet direkt, po është Elbasanet është Berati. Ore, u bëra thjesht kurioz për të, Prenjas. Prenjas Albania. Po pra plako, okay, e ka pasur gabimun, jo me Ersekën, me Pogradeci, pra i e lidhur me Pogradeci. Më burë të shi, pa jo të shi tomatoes, potatoes. Bëj duqet, bëj. Pra, më falni 100.000 herë. Gjëra, ore, nga një tjetër për që në mësoj. Normalisht. Dolëm zbuluar që tashi, as nuk e editojmë do të fikat e me zemë, se do një 4 orë të editosh. Fanta të nga Erseka të tërbohen, dhe. Po shiko, kam dëgjuar shpesh herë të pjesën që thonë që përmeti është baza e gjuhës letrare shqipe.
flasin nga qytetet, nga rrethet e mëdha, është Berati që i përputhet domethënë nga ana literale me 97% ndjekur nga Vlora. Edhe pse nuk duket sikur është, edhe pse duket sikur s'bën sens, Vlora është më afër se sa Fieri madje me gjuhë letrare. Po, Fieri ka më të Flasin për qytetin brenda. Pikri. 3 euro çabën ri, mirë. Edhe më bëti është të Fieri nuk është se po mundohesh të tallësh, ata shumë flasin për këtë. Po fjalë, njerëzit marrin seriozisht këto tallet. Unë kam thënë gjitha zërin që bëjnë fake. Gjitha nga unë kam shefë poli lart, kush është vermota të gjëra libër. Unë persona që mërziten kur i bëjmë shaka me kështu, kam respekt, njerëz të dobët fare. Po morë seriozisht atë punë. Më sa arrin ta respektin e respektit, unë i bëj edhe vetë, respekt po vetë. It's nice. Ato janë interesante për shembull, ato janë edhe gjithmonë sidomos në rreth shoqëror ose me persona që njeh në fillim janë gjëra shumë të bukura për të përdorur për të thyer që ata akullin edhe për t'u afruar çik. Më thon edhe nga kultura, duket sikur jemi prapë jemi shumë hermetik në shqiptarët, në ata që we fuck with. Në qytetet. Po. Jemi të dikshëm nga jona, se shikon jemi edhe shumë të polarizuar, se nuk ka kështu në mes për shembull. Edhe si për shembull, marrim rastin e kësaj shakas me dialekte të ndryshme për shembull. Nuk është se ka mas gri valla, ose janë rob që i pëlqejnë ose janë rob për shembull që do të ndjekin kur të vesh në shtëpi, po të bësh shaka me ata. Kur të paktën të përshtypje kam unë. Kur e di për ka një po budallenje. Budallenje, budallenje. Se ka të rriti gjërvejtë dhe atë e kanë të se kanë i 80% e njerëzve globalisht janë budallenje. Po ti nuk e kalon shpesër si mendim të person. Kur e mendon nga të rrethot. Edhe kështu që e më në të gjithë një para bashkë. Jo që. Mendohet për të frikshme më plako shumë e frikshme. Të bon që tua e gjithë gjene njëto. Por është thik me dy presa se mund t'jesh të 80%. Dera do që ai asnjëherë nuk e dihet. Si futi të edhe ai, që që ai ti ka pasur të studion e filmit, lidere ose që janë miliona për të bërë edhe gjithë konkurrenca janë budallën. Edhe ti kur del nga dera buti thua ai shumë lekë edhe podcaste për të bërë edhe gjithë konkurrenca janë budallën. Unë kur e një zetë do me thëmë me them që okej, ka një shansë, gëgja është shansi 50-50 që unë t'jem budalla. Ka të vdekja dhe budallët janë të vinë për tjerë. Nuk e më dhjën asë njerë. Ne do të që u gives a fuck. Normalisht, jemi me ata dhe tu Ore, ignoranta është hare, është hare. Jo, unë bëj, shikon, ftoj edhe personat të tjerë normalisht, më thënë që flasin tema serioze, tema të dhimbshme, politike, ngjarje, të gjitha i trajtoj. Unë jam person i tillë që dua të flas shumë, është shumë e rëndësishme për mua të flas sidomos me njerëz të tjerë, sidomos me njerëz që edhe kanë diçka për të folur. Aq më mirë nëse nuk na përputhen mendime, që të kesh një debat, të shikojmë që dalë vëlla ku ka mos sa ku ke ti gabime, kupton. E kam qenë shumë ignorant nga ana e të vlerësuarit të njerëzve në fillim, sepse unë mendoja që shikoj, unë kam qejf të debatoj, e kupton? Të them kjo është kështu, se unë kështu e shoh, vëlla, nëse ti mendon se është kështu, atëherë ma tregop se është kështu, që ta mësoj edhe unë që mos jem budalla. Jo, vëlla, njerëzit thonë, shikojnë, i thonë një gjë ti për shemb. Sharo. Ka dhe kështu. Edhe sidomos për këto dhoma të space, duhet vish në një space me rrok shtëpie. Kur bëjmë një space në Twitter, në ca episode nuk i bëj kështu siç i bëjmë tani, se to janë episodet e mira, që i bëjmë kështu siç i bëjmë bashkë tash. Jo pra jo. Këto janë të mirat pra po them. Ato të tjerat i bëjmë debate në Twitter. Futemi Twitteri ka vënë një funksion Twitter Space, quhet, dhe mund të jesh vetëm me audio, nuk ka video atje. Thjesht futesh vetëm me audio dhe bisedoj me persona për tema të ndryshme që e kemi provuar disa herë, për shembull. Të del në një specimen atje vëllai. Të vjen në një specimen për shembull që edhe të kenë vdekur ku dëgjoj unë, 72 vëzhgjeresha dhe 14 bebe,
Do qeshë se plako nuk I merr të seriozisht ta rob, e kupton. Ka qenë herë e fundit kur ishte që ndodhi një krim figuranca gra, domethënë jo ky, ajo që ato të para, jo këto tani. E kupton? Se kemi haruar, kemi humbur dhe numrin tash të sa gra, nuk I mbajmë më fiks. Edhe ai tipi po fliste në një lloj mënyre domethënë që unë e harrova fare që ne ishim mbledhur për vaki aty. Edhe ka tira pasaj që ku dëgjon. Ka radikal, ka islamist, ka krishterist, se nuk e dim që shi quajmë të tjerët, e kupton, ka komunista. Çfarë duash, lloj soi domethënë. Është cirk. Kështu që duhet të vish ndonjëherë plako, do ta jap fjalën eksplicite, po vetëm me premtim që do kapesh me njërin edhe do ta bësh kështu për të ftohtë që mos a di më ku është Twitteri. Të përtojnë, jam I përtoj. E di më, jo më, po do duash, nuk është asnjë gjë me Ndanë në të vorë, të më përtoj, të të Bërgjohë, dhe një Ai do ishte shumë biti I bukur plako, ti që s'ken njëzë të një varigali, po I kibra. Për shpulli time dhe mbizë dhe gjokë të të Shkunish, po mirë se ke plota, nuk lezi gjokësit nuk baron. Duhet ta që të njëzë të një bukë. Plako kur I ke shohë dhe radhës? 18-19. 18 mars, tek? Në konë I Klanetin, se nuk dhe I shpërndaj dhe kur të jenë tani në fundjarë do me të që të merresh me do I shpërndaj. Edhe këto akkauntet tjerë ma dërgojnë që edhe me linka në TikTok, se kërësisht kanë qeftë I bejt poshtë. Ati që t'i gjejnë njerëzit. Do ta mbyllën në ndaj për Do ta mbyllin me se. I thani dhe Isha të në krevatë, më nuk isha me energji që në të gjokë. Nuk dhe pse, ishte shumë e këndshme. Me e herën tjetër plako do më falesta. Jogging. Ke jogging trousers dhe joggers? Sa o plako e një gjë. Ato vdesin në një qikta për shembull që përdorin fjalë anglisht edhe kur nuk ka nevojë të përdorin fjalë anglisht. Po rrisë. Se në një duhet ta përdorësh, kur nuk mund gjejmë diçka, edhe le të tani që kemi pasuruar atë. Pa I kurrë të diskutuar dhe pjesë pa jo. Po jo të përtatier. Hava. Ja. Ti të do. Bra. Se mua ka ndodhur, në base të personave ti nuk I besova, më ka ndodhur njëra që për çfarë të shpisë në aeroport, ishin marrë në shkurtë. Dal nga shkurti. Dal nga aeroporti. Dal nga aeroporti gjoj një zonë kështu. Të dua mami mirupafshim. Okej, vari unë kështu, e kërësish. Dhe e tha të fikun tim, po e sikur s'po të gjoja kështu. S'do atë pjesë kështu shqiptar. Për që e lash, kaloj, kështu tjetra ajo nuk dinte atë, edhe Mama, hi, how are you? Fine. Dhe mëse shqiptarë janë dhe o bësha ka. Unë me kartë, të thëmë, how are you? Mirë që me the hi, se hi e përdorin në të gjithë, në kanë ngellë në filmat. How are you? Si film. Ai tipi duhet të rikthyer, ti që kesh mik familjar Arjan Xhanin, duhet I thosh ta rikthej prapa atë tipin. Ta netë do të përthejnë. Ta në të gjërë. Ajo është rëndësishme. Rëndësishme është për të shpërthesh plako dhe të jashtëzakonisht shumë sukses. Ai gjithë gjëja le ta bëjnë në tjetër. All right. Ta bëjmë prapë. Plako, sa dërti të ngëllonë plako, ta bëjmë prapë. Për mua e dita. Nuk ta bëjmë prapë. Nuk e Po. Pastaj të vinë të shikojnë komshit herë të tjera. O plako, unë duat edhe të organizoj që do flasim edhe herë të tjera, po duat të mbledh njërë të gjithve, çaj përkisni asaj industria, asaj skene të me thënë, e të bëjmë një hare të madhe, të harëbojmë. Kështu, okej pra.
Falenderoj ata rob që dëgjojnë edhe shikojnë. Edhe mos u bëni legena, mirë mua s'më komentoni, s'u bëni like, ai bëni një like në koment ndaj pak nga Denisi. Ishara ai s'bën like edhe koment po i tash. Oh, Andi. Ik. Ciao.